Më shumë për zhvillimet e sotme politike do të flasim me analistin Ergjys Mërtiri. Përshëndetje Ergjys. Përshëndetje. Atëherë sot Shqipëria mori një lajm pozitiv, kalimin e raportit të Ibarit në Këshillin e Ambasadorëve për miratim, çka do thotë të jemi një hap më afër procesit të mbylljes së kapitujve. Si ta lexojmë këtë vendim të Unionit? Po, sigurisht që kjo është një lajm i mirë për Shqipërinë, është një lajm i mirë sepse problemi është që nuk është se Shqipëria plotëson ndonjë kusht, mendoj unë. Arsyeja pse në këto negociata po hapen, madje po përshpejtohen, është nevoja që ka BE-ja për të përshpejtuar ritmin e saj të zgjerimit. Dhe këto përshpejtime vijnë për shkak të rrethanave gjeopolitike, të cilat ndoshta nuk do të jenë më, kështu që ne duhet bëjmë çmos që ti kapim sa më shpejt stacionet, sepse ndoshta nuk do të jetë më kjo klimë predispozite për të zgjeruar, e cila po na i lehtëson çështjet. Kështu që kjo është lajm shumë pozitiv, i cili vjen jo për merit tonë mendojmë, por për merit rrethanave të cilat gjendet Europa, e cila ka nevojë të hapet dhe të shtojë numrin e saj, duke na përfshirë dhe ne. Prej muajsh ndërkohë opozita pretendonte se ky raport ishte i bllokuar dhe nuk do të miratohej për shkak të korrupsionit të qeverisë. Megjithatë, ndodhi e kundërta. A e rrëzon në një farë mënyrë kjo retorikën e Berishës? Sigurisht kjo nuk rrëzon pohimet që thot Berisha se kjo qeveri është e korruptuar dhe jo, po flas për bllokimin, se qëndrimi ishte raporti është bllokuar, nuk miratohet, po flas vetëm për qëndrimin. Pikërisht, tani vlen të dim arsyet të cilat publikisht nuk i dim, sepse ka pasur një vonesë. Megjithatë mendoj që këto arsye janë edhe çështje debatesh dhe çështje teknike, ndoshta, kështu që nuk besoj që plotësisht ajo që thot Berisha, sigurisht që Berisha do të bëj rolin e tij dhe do përpiqet që të nxjijë realitetin. Problemi që bën Berisha është që strategjikisht po e luan keq këtë çështje, duke ia faturuar Ramës suksese apo mos suksesin e saj. Gjë që do të thotë që nëse kjo rezulton me sukses, atëherë Rama do të fitojë spaletat e këtij procesi, të cilën mendoj që nuk i meriton ta fitojë, sepse ky proces nuk është për meritet e Ramës. Kështu që Berisha duhet bënte mendoj një lojë tjetër, duhet që të rreshtohej në krah të këtij procesi dhe të jepte vlerën e saj dhe opozitës nëse vërtet do kishte një vlerë nga pala jon këtu. Ndërkohë duket se ky vendim i Unionit ka sjellë një klimë më të mirë bashkëpunimi në Tiranë mes palëve. Si pritet të ndikojë më tej ky qëndrim në klasën tonë politike? Unë nuk besoj që kjo klimë bashkëpunimi vjen për shkak të këtij vendimi të Unionit, po kjo është fakt, ajo që unë e kam thënë për herë, që bashkëpunimi mes palëve nuk ka munguar me gjithë retorikën agresive, bipolare, të tensionuar në duke. Në fakt palët këtu janë totalisht në mirë kuptim me njëra tjetrën dhe ky tension i shtirur që palët luajnë në skenë, në fakt fsheh një marrëveshje, një bashkëpunim në prapaskenë. Tensioni në skenë i duhet të dyja palëve për të rritur kredencialet e tyre, sepse ata mbajnë njëri tjetrën në skenë nëpërmjet këtij tensioni, nëpërmjet këtij skeme bipolare. Megjithatë, për te kësaj që thoni ju, pra një bashkëpunim prapaskenë, në fund të ditës reforma duhet miratuar, çfarë duhet bëjnë qeveria dhe opozita bashkë që të përmbushen kushtet e nënvizuar në raport? Sigurisht që reformat duhen realizuar, por reformat duhen realizuar në funksion të mirës së vendit. Deri tani nuk është parë ky vullnet. Për shembull, reforma elektorale e miratuar para 2 vitesh në fshehtësi në ditën e fundit të punimeve të kuvendit, duke hapur sezonin e verës, për të goditur partitë e vogla në shërbim të 2 partive të mëdha, ishte një ndryshim elektoral, pra një ligj elektoral i cili dha Ramës 83 mandate, sigurisht që ky nuk është një lajm i mirë për demokracinë dhe nuk është një lajm i mirë për atë çfarë kërkon në procesi i integrimit. Sot madje OSBE-ja ka pasur një deklaratë ku kërkohet që reforma elektorale të jetë sa më gjithë përfshirëse dhe të përfshijë të gjithë aktorët, gjë që dukshëm nuk është se e ka ndërmet. Vetë Berisha kërkon të vendosë prag elektoral për të goditur partitë e vogla. Kështu që sigurisht që të dyja palët duhet të bashkëpunojnë, po duhet të bashkëpunojnë jo të dyja palët, po të gjithë palët në funksion të më të mirës. Dhe më e mira është ku niveli përfaqësimit të jetë sa më i lartë dhe ku partitë e reja të kenë sa më shumë hapësirë, me qëllim që ta bëjnë multipolare skenën politike, sepse duke qenë multipolare ka më shumë frymë demokratike dhe nuk merret peng vendi me bipolarizmin e të dyja palëve. Faleminderit Ergjys. Faleminderit juve.